Se herë që mami ikte, a i vinte, dhe unë mbëllja sytë dhe shpresoja se do t'isha diku tjetër. Por një ditë, hapa sytë dhe vendosa të flasë. Unë quhesha Gjenta, isha 14 vjeç kur gjithçka filloi. Një vajzë e zakonshme, me flokë të gjatë dhe sy që kishin ende atë shkëlqim fëminor, edhe pse jeta nuk ishte qenë kurrë e lehtë me mua. Mami punonte si kuzhiniere në një anije tregtare. Udhtonte për muaj të tërë, herë në Itali, herë në Greqi, herë në vende që unë as nuk mund t'i shqiptoja dot. Kur mami ishte në shtëpi, gjithçka ishte mirë. Buzëqeshte, më përqafonte, më tregonte histori nga udhtimet. Por kur ajo largohej, unë mbetesha me të atin e saj, njerkun tim. Në fillim, ai ishte i mirë. Më blinte çokolata, më merrte në shkollë, më ndihmonte me detyrat. Mami më kishte thënë, kujdesu për të Gjenta, ai është buri i shtëpisë tani. Dhe unë kujdesesha, e respektoja. I kisha frikë, por atë lloj frike që fëmijët kanë për të rriturit. Pastaj, gjithçka ndryshoi. Ishte një natë vere, shumë e nxehtë. Mami ishte larguar vetëm 2 ditë më parë për një udhtim trejavor në Spanjë. Unë isha në dhomën time duke lexuar një libër, kur dëgjova hapat e tij në korridor. Hapa të rënda, të ngadalta, hapa që unë i kisha dëgjuar mijëra herë, por atë natë kishin një tingull tjetër. Dera u hap pa trokitur. Gjenta, nuk fle dot, tha ai. Mendova të shoh. Unë u shtriva në shtrat. Është vonë njerku, më mirë të flesh. Ai hyri brenda dhe u ul në skajin e shtratit tim. Era e tij, era e duhanit dhe e alkoolit, më mbushi vrimat e hundës. Zëri i tij ishte i butë, por i një butësie që më ngjiste lëkurën. E di sa e bukur je, tha. Sa shumë më kujton nënën tënde kur ishte e re. Unë nuk lëviza. Trupi im ishte i ngrirë si një statuj. Doja të bërtisja, por fjalët nuk më dilnin. Doja të ikja, por këmbët nuk më lëviznin. Dhe pastaj, dora e tij preku krahun tim. Atë natë, ai nuk shkoi më tej, por unë e dija se çfarë donte. E pash në sytë e tij, në atë shikim që nuk ishte më i një njerku, por i dikuj që më shihte si objekt. Netët në vijim ishin një makth që përsëritej. Ai vinte çdo natë. Ndonjëherë thjesht rinte ulur dhe më shikonte. Ndonjëherë më prekte dhe unë mbyllja syt dhe shpresoja se do të isha diku tjetër. Ndonjëherë bënte më shumë. Unë nuk i thash askujt, nuk mundja. Kush do të më besonte? Njerku im ishte njeri i respektuar në lagje, një burr i rregullt, një baba i mirë sipas të gjithëve. Dhe unë isha vetëm një vajzë 14 vjeçare. Fëmijët e kësaj kohe janë të prishur, do të thoshin. Ajo po e shpif. Dhe mami ishte larg. Sa herë më telefononte, unë i thosha se isha mirë. Nuk doja ta shqetësoja. Nuk doja që ajo të shqetësohej për mua, të kthehej nga puna, të humbiste paxën. Nuk doja të isha shkaku i problemeve të saj. Kështu që heshtja. Dhe ai vazhdonte. Me kalimin e muajve, unë fillova të ndryshoja. Nuk qeshja më. Nuk flisja më me miqt. Në shkollë, mësuesit vunë re se notat e mia kishin rënë. Gjenta, çfarë po ndodh me ty? Më pyesnin. Unë tunda kokën. Asgjë, jam vetëm e lodhur. Por nuk isha e lodhur. Isha e vdekur brenda. Çdo natë ishte një luftë. Çdo zë në korridor më bënte të dridhesha. Çdo herë që mami më thoshte se do të largohej përsëri, unë ndjeja se toka po më hapej nën këmbë. Një ditë, në klasën e biologjisë, mësuesja foli për abuzimin. Folsi ishte një psikolog që na shpjegoi se abuzimi nuk është vetëm fizik, por edhe emocional. Nëse dikush ju prek në mënyrë që ju bën të ndiheni të pakëndshëm, tha ai, edhe nëse është një antar i familjes, kjo është abuzim, dhe ju keni të drejtë të flisni. Atë ditë, diçka ndryshoi tek unë. Një zë i vogël brenda meje filloi të fliste. Jo më zëri i frikës, por zëri i zemërimit. Zëri që thoshte,
Pse po e duron këtë? Pse po e lë të shkatërroj? Ishte një natë tjetër, një natë si të tjerat. Mjerku im ishte ullur pranë meje, dora e tij në këmbën time. Por këtë herë unë nuk e mbylla syt. Këtë herë hapa gojen. Ndal, thash me zë që më dridhej, por që ishte më i fortë se kur. Ai ngriti syt i habitur. Çfarë? Thash ndal, mos më prek më. Ai qeshi. Po çfarë ke, gjenta? Unë vetëm po të tregoj dashuri. Kjo nuk është dashuri, thash unë. Është abuzim, dhe unë nuk do ta duroj më. Ai u ngrit në këmbë, fytyra e tij e kuqe nga zemërimi. Ti nuk do t'i thuash askujt. Kush do të besoj ty? Një fëmijë kapricioz që nuk di çfarë do. Unë qëndrova aty, duke e parë në sy për herë të parë pa frikë. Ndoshta nuk më besojnë, thash, por unë do të flas. Dhe nëse nuk më besojnë, do të flas përsëri dhe përsëri, derisa dikush të më dëgjoj. Të nesërmen shkova te mësuesja ime e gjuhës shqipe. Ishte e vetmja që më dukej se më kuptonte. Hyra në klas kur të gjithë kishin ndaj dhe u ula pranë saj dhe fillova të flas. Fjalet dilnin si një lum i stërmadh duke u përplasur me njëra tjetrën. Unë qaja, dridhesha, por nuk ndaloja. I tregova gjithçka, çdo natë, çdo prekje, çdo pëshpëritje, çdo herë që mami largohej dhe ai vinte në dhomën time. Mësuesja më dëgjoi pa folur. Ku mbarova, ajo më mori në krah dhe më tha: Genta, të besoj dhe do të ndihmoj. Ajo telefonoi policin, telefonoi shërbimet sociale, telefonoi mamin. Kur mami u kthye nga udhëtimi, unë kisha frikë. Frika se nuk do të më besonte, frika se do të më fajesonte, frika se do të më thoshte, ti e ke fajin. Por ajo nuk e tha. Ajo më përcafoi dhe qau me mua. Më fal, tha. Më fal që nuk isha aty, më fal që nuk e pash, por tani jam këtu, dhe nuk do të lë më kur. Njerku im u arrestua, procesi ishte i gjatë dhe i vështirë. Unë duhej të tregoja historinë time para gjykatës, para një dhome plot me njerëz të panjohur. Ishte dita më e vështirë e jetës sime, por unë e bëra, sepse këtë herë nuk kisha më frikë. Ai u dënua me 10 vjet burg. Mami dhe unë u larguam nga ajo shtëpi, nga ajo lagje, nga ai kujtim. Filluam një jetë të re, larg, një jetë pa frikë. Kaloi 1 vit, 2, 3. Unë fillova terapin, fillova të flas për atë që më ndodhi, fillova të qaj, të zemrohem, të shërohem. Nuk ishte e lehtë. Kishte net kur ma kthet ktheheshin, kur ndjeja përsëri atë dorë mbi mua. Por tani kisha njerëz pranë, kisha mamin, kisha mësuesen, kisha miq që më kuptonin, dhe më e rëndësishmja, kisha veten time. Atë vajzën 14 vjeçare që kishte gjetur guximin të fliste. Atë zë të vogël që kishte thënë, ndal. Sot jam 22 vjeçe, studioj psikologji dhe dua të ndihmoj vajzat e tjera që kalojnë atë që kalova unë. Nuk e kam haruar kur atë që ndodhi, por nuk më kontrolon më, nuk më përcakton më. Nëse je duke lecuar këtë dhe po kalon të njëjtën gjë, dua të them diçka. Nuk je fajtore, nuk e ke kërkuar ti, nuk është faji yt që dikush të lëndoj, nuk je e pist, nuk je e pavler, nuk je e vetmuar. Ke të drejtë të flasësh, ke të drejtë të thuash jo, ke të drejtë të kërkosh ndihmë. Dhe nëse dikush nuk të beson, vazhdo të flasësh, derisa dikush të dëgjoj. Ka shpresë. Jeta nuk mbaron atje. Pas errësirës vjen drita, pas dhimbjes vjen shërimi. Mund të duket e pamundur tani, por një ditë do të zgjohesh dhe do të kuptosh se je më e fortë se çdo gjë që të ndodhi. Dhe kur të ndodhë ajo ditë, do të kuptosh se nuk je më viktim. Je mbijetuese, je luftëtare, je e lirë.